Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Newsline. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Një operacion nga SPAK dhe antimafia në Bari ka goditur një grup kriminal me aktivitet në pastrimin e parave që vinë kryesisht nga trafiku i drogës. 10 masa sigurie janë vendosur nga gjykata e posaçme në Tiranë dhe 5 të tjera në Itali. Kreu i SPAK Lodian Braho tha në një konferencë me autoritetet italiane se gjatë hetimeve janë sekuestruar rreth 1 milion euro, ndërsa nga gjykata e posaçme janë sekuestruar dhe llogari bankare, njerëz dhe prona që vinë nga aktiviteti kriminal. Një rrjet i gjerë kriminal I cili operonte në aktivitetin e palishëm të pastrimit të parave u godit nga antimafia e Barit në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme antikorrupsion, ku në total u lëshuan 15 masa sigurie. 10 masa u firmosën nga gjykata e posaçme, 4 prej të cilave u ekzekutuan në Shqipëri dhe 6 në shtetin italian. Kreu I SPAK Lodian Braho në një konferencë të përbashkët me antimafian e Barit dha detaje nga operacioni. Gjatë hetimeve janë sekuestruar rreth 1 milion euro kesh dhe nga GKK janë sekuestruar edhe pasuritë të tjera të rrjedhura nga aktivitete kriminale. Ajo që dua të theksoj është se kjo skuadër nuk vjen si pasojë një terreni bosh, por vazhdimsi e disa skuadrave të mëparshme. Përmend operacionet Shpirti, Kulmi, Ura, ku janë dënuar 170 persona, 145 prej të cilëve me dënime të rënda, mbi 12 vjet. Krerët e grupit kriminal dyshohet se janë Igli Kamberi dhe Ergys Kastrati. Ky fundit u arrestua mëngjesin e kësaj të martë në kryeqytet, ndërsa Kamberit ju komunikua masa arrest në burg në Qeli. Igli Kamberi u arrestua në korrik të vitit 2025 nga policia italiane për vrasjen e 26 vjeçarit italian Francesco Di Viesti. Hetimi për grupin kriminale kishte zanafillën pikërisht te kjo ngjarje, e cila shtyu autoritetet italiane të shtrinin veprimet hetimore, çka çoi në zbulimin e përfshirjes së disa personave të tjerë në grupin e Kamberit. Sipas hetimeve që janë kryer deri në këtë fazë, pjesëtarët e grupit kriminal transportonin para nga Italia në Shqipëri, madje në një rast ku ata kanë qenë të përfshirë në pikën kufitare të Moriçanit, janë gjetur dhe sekuestruar 680.000 euro. Jam në studio me Etleva Adelin, është autore e emisionit Gjërat Tona. Do të diskutojmë patjetër për këtë operacion shumë të rëndësishëm ndërmarrë ditën e sotme. Përshëndes Etleva, faleminderit që jeni me mua. Cilat janë të dhënat që kemi? Çfarë ka ndodhur? Cila ka qenë skema e trafikut të drogës, më pas edhe pastrimit parave? Është një hetim që ka nisur për vitin 2025 në fakt, pas një vrasje që ndodhi në Itali, në prill të vitit 2025, u vra një shtetas italian I cili u zhduk fillimisht dhe u gjet pastaj I djegur në periferi të Puljas mes disa gomave që autorët e kishin kryer veprën penale me qëllim për të zhdukur kufomën. Hetime që nisën për këtë rast çuan më tej në zbulimin e një rrjeti më të madh kriminal që merr kryesisht me trafikun e lëndëve narkotike dhe me pastrimin e parave. Një nga autorët e dyshuar të kësaj vrasje u arrestua në qershor të vitit 2025 në Hungari dhe me vete ju gjetën edhe 25 kilogram kokainë të pastër. Italian? Shqiptar. Më pas gjatë kontrolleve u gjetën një sasi parash që dyshohet që të kishin prejardhje nga aktiviteti I lëndëve narkotike. Pra, ishte kjo vrasje që kushtetas shqiptar kreu që bëri të mundur zbërthimin e këtij rrjeti. Nisi një hetim I përbashkët në fakt, ka pasur vazhdimisht shkëmbim informacioni mes antimafjas të Barit dhe pikërisht për shkak të kësaj vrasje që dukej tipike mafioze, ngjarja u mor në hetim nga drejtoria antimafjas dhe më pas u kërkuar informacion edhe nga autoritetet shqiptare, pati një hetim të përbashkët derisa u finalizua me lëshimin e 15 masave të sigurisë, 10 prej cilave në fakt janë vendosur në Tiranë nga gjykata e posaçme dhe 5 të tjera në Itali. Në Itali u arrestua një prej personave që dyshohet ketë pasur edhe rolin e drejtuesit të këtij grupi, pra Igli Kamberi, që është I përfshirë edhe në vrasje, ndërsa në Shqipëri, në afërsi të një bloku rezidencial tek rruga Elbasanit, u arrestua personi tjetër që ishte bashkëpunëtori I më I afërt, Ergys Kastrati. Dhe masat e tjera më pas u ekzekutua në vijimsi, mes tyre janë edhe 4 femra në fakt, për cilat ka pas masa më të buta, arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, dhe derisa u finalizua ky operacion që sipas autoriteteve italiane dhe shqiptare deri tani flasim për sekuestrimin e 1 milion euro dhe kesh, 680.000 afër 680.000 që janë kapur në vitin 2024 në pikën e kalimit kufitar në Moriçan, që dyshohet I përkasin këtij grupi kriminal, dhe pjesa tjetër rreth 400.000 euro që u sekuestruan gjatë operacionit në Itali.
Po, i marrë me radhë, cili dyshohet se ka qenë roli i grave dhe vajzave, se po shumë përshtypjen? Roli i grave ka qenë kryesisht për transportin nëpërmjet shoferëve që këta kishin pajtuar, pra sepse transporti i parave që bëj pastrimin pas kalonin në Shqipëri nga Italia dhe siç ishte rasti dhe i Moriçanit, bëhej nëpërmjet prezencës së grave, siç duket për të shmangur, për të mos pasur shumë dyshime, për të dukur më të besueshëm, por edhe për çështjen e hapjes së bizneseve në emër tyre, pasi po të shohim disa nga pasuritë e sekuestruar, pasi paralelisht me hetimin për çështjen e trafikut të drogës dhe vrasjeve, nisej i hetim pasuror dhe tashmë janë vënë në sekuestro llogari bankare, 4 shoqëri fizike dhe shumë pasuri të tjera që janë në emër të bashkëshorteve të Kamberi që është arrestuar në Itali dhe të bashkëshortes të Ergys Kastrati që u arrestuar në Shqipëri dhe të prindërve të saj, të nënës dhe të babait. Pra kanë pasur një rol kryesisht që lidhej me pastrimin e parave. Çfarë thon emrat që janë të përfshirë në këtë operacion? Janë ato të njohur për autoritetet shqiptare ose më gjerë? Nuk është se ishin persona që ishin skeduar më parë, të paktën nga autoritetet shqiptare, pasi për autoritetet italiane të paktën njëri nga personat, konkretisht Igli Kamberi, rezulton një person me precedent më parë shumë penal, por nisur edhe nga fakti që është i përfshirë në vrasjen e shtetit italian në vitin 2025, por të paktën me asa u deklarua sot në konferencën e përbashkët për shtyp, autoritetet italiane e çojnë më tej rëndësinë e krimit organizuar shqiptar, duke thënë që ka karakteristika mafioze, pra është fuqizuar dhe ka një rol kryesor në vend e Bashkimit Evropian, dhe për më tepër që përpiqen të dominojnë edhe grupet e tjera dhe kanë role drejtuese. Nga ana tjetër, prokurorët e posaçëm pretendojnë që, domethënë, nuk e kanë lëshuar asnjëherë fjalën mafia, siç është ai diskutimi që është krimi organizuar apo mafia. Për mendimin tim nuk kemi të bëjmë me mafia, po sigurisht me struktura shumë të rëndësishme të krimit organizuar. Çfarë të bën të kuptosh ky operacion i ditës së sotme për mënyrën se si po funksionon tani më krimi, duke patur parasysh se është hetimi i fundit? Ndoshta flasim ndryshe nga ato zbardhje që kemi patur zakonisht përmes KAECC-s. Në fakt, edhe vetë përfaqësuesit të autoriteteve ligjzbatuse italiane dhe shqiptare thanë që ky është vijimi edhe disa operacioneve të mëparshme që janë bërë në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe italiane dhe është një punë e suksesshme që duket edhe hetimore dhe që sjell bashkëpunimi mes dy palëve. Kryesisht pala italiane, kryesisht antimafia, nuk është se ka pasur të nevojshëm skajin, sepse ka përgjime që kryen me iniciativë dhe pjesë të hetimit të tyre që janë kryesisht të bazuara edhe në përgjime ambientale apo telefonike apo edhe strukturat të tjera hetimore. Pra është një operacion që nuk bazohet më në skaj, sepse është i viteve të fundit, le të themi, veprimtaria e tyre kriminale. Edhe ndaj të pyete, pra çfarë bën përshtypja, ka një evolim të krimit, çfarë ndodh? Jo, evolimi i krimit, fillesat sigurisht nuk i kanë 2025-ën, kur ka ndodhur vrasja dhe kur kanë nisur hetimet, mund të jenë shumë kohë më përpara. Pra shkosa vetë pala italiane i konsideron si një organizatë të rëndësishme kriminale që dominonte paktën zonën e Puljes, por edhe kishte shtrirë aktivitetin në disa vende të Bashkimit Evropian. Mua më bëri përshtypje për shembull përdorimi i grave dhe vajzave, që nuk është se shihet shumë shpesh nëpër grupet kriminale, ose të paktën nuk ka qenë i bërë publik kaq hapur, ë? Ka pasur vetëm ndonjë rast sporadik në fakt që mund të jenë përdorur vajzat në strukturat hierarkike të grupeve kriminale, por të thash në këtë rast, paktën siç specifikohet edhe nga zyrtarisht nga autoritetet, kanë pasur rol kryesisht në pastrimin në transportin e parave. Pritet vijohet me këtë operacion apo mund të konsiderohet i konkluduar dhe janë vënë në mas ata që konsiderohen si të rëndësishëm? Kjo është pyetja. Po, besoj, domethënë të paktën dy drejtuesi kryesor në Itali dhe ai tjetër që ishte bashkëpunim të ngushtë me të në Shqipëri janë arrestuar. Edhe personat të tjerë që kanë pasur role të ndryshme, cilat do zbërthehen me kalimin e kohës gjatë fazës hetimore të mëvonshme, janë arrestuar, por sigurisht nga hetimet mund të dalin edhe emra të tjerë dhe mund të ketë edhe lidhje të tjera. Thjesht të paktën deri tani është e provuar që baza e këtij grupi kriminal, domethënë që vepronte në Pulja, baza tjetër ishte në Tiranë. Unë të falenderoj shumë Atleva që ishe me mua, faleminderit për gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit.
Ne ecim më tej me të tjera zhvillime të ditës. Është arrestuar në Spanjë një 49 vjeçar shqiptar i kërkuar nga SPAK si dyshuar në përfshirje në trafikun e kokainës nga Kolumbia në drejtim të Frakullës në Fier. Kevin Margjoni akuzohet nga SPAK se ka trafikuar drogë në bashkëpunim me persona të tjerë të grupit kriminal në vitin 2022. Aso kohë policia zbuloi 485 kg kokainë të trafikuara nga Kolumbia përmes një ngarkese me ple kimik. Më 6 mars të këtij viti SPAK lëshoi 5 masa të reja arresti lidhur me hetimet për laboratorin e kokainës në Frakull, nga të cilat vetëm 3 u ekzekutuan. 3 policë dhe një biznesmen u arrestuan në Sarandë në një tjetër operacion lidhur me ndërtimet pa leje në Bregdet. Prokuroria ka lëshuar 12 urdhra ndalimi, ndërsa në kërkim janë dhe biznesmen të tjerë, policë dhe punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në këtë qytet. Vala arrestimeve pason ato të 10 ditëve më parë, kur u arrestua shefi i Komisariatit të Policisë dhe 3 efektiv të tjerë. Një valë re arrestimesh ka përfshirë qytetin e Sarandës, ku vijojnë hetimet për punonjës policie, për zyrtar lokal dhe biznesmen të dyshuar si të përfshirë në skemën e ndërtimeve pa leje në qytetin bregdetar dhe në zonën e Ksamilit. Prokuroria e Sarandës lëshoi 12 masa sigurie, nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 4 prej tyre, për 3 policë dhe një biznesmen. Policia njoftoi se janë ekzekutuar masat e arrestit për 3 efektiv, Kristofor Shkrepa e Kastriot Sotka, për të cilët është caktuar arrest në Burg, si edhe për Blerim Tafçiu në arrest shtëpie. Të gjithë akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Në kërkim është edhe efektivi Irakli Koçiaj. Në pranga ka rënë dhe pronari Hotel Oasis Alqi Papa, pasi prokuroria sekuestroi një kat pa leje mbi terracën e hotelit 6 katësh në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar. Në kërkim janë edhe biznesmenët Ariola Drami dhe Xhafer Bajo, pronar të lokalit dhe plazhit që u shemp disa ditë më parë në Bregdet dhe që çoi në arrestimin e kreut të Komisariatit të Sarandës. Ndërsa kryeinspektori i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Sarandë, Eduard Veliu, dhe po ashtu 3 punonjës të IMT-s, Ilia Gjika, Romelio Kadona dhe Elvis Memushi janë në kërkim. Kjo valë re arrestimesh vjen vetëm pak ditë pasi Agjencia e Mbikëqyrjes Policore vuri në pranga shefin e Komisariatit të Policisë së Sarandës, Gëzim Bashlarin, së bashku me disa efektiv të tjerë në ndyshimet për shpërdorim detyre dhe lejim të ndërtimeve pa leje në vijën bregdetare të Sarandës e Ksamilit. Pas minatimit të raportit të ndërmjetëm i Bar për integrimin, sot në Bruksel zhvillohet mbledhja radhës mes qeverisë shqiptare dhe Komisionit Evropian. Ajo hap zyrtarisht rrugën për futjen e Shqipërisë në fazën e mbylljes së negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama thotë se për te i thashë themeve që shoqëruan këtë proces, Shqipëria tani më është një hap më afër integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama do të marrë pjesë në konferencë në krye të një delegacioni të përbërë nga ministrat e kabinetit qeveritar. Shqipëria mbetet e vendosur të vijojë me ritëm të qëndrueshëm procesin e reformave dhe përmbushjen e kritereve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Për këtë hap kaq të rëndësishëm të Shqipërisë në drejtim të rrugës së saj për në Bashkimin Evropian do të diskutojnë në këtë moment. Me mua në studio është bashkuar Nirvana Deliu. Përshëndetje Nirvana, faleminderit që je me mua. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Ka qenë në fakt një proces që pritej sot pasi do të mbahet konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë në Bruksel. Çfarë do të thotë si fillim për pozicionimin e Shqipërisë ky hap? Është një element dhe hap shumë i rëndësishëm, shumë pozitiv. Në fakt është elementi kur neve tani na hapet rruga për të filluar mbylljen e kapitujve, pra të 33 kapitujve. Pasi sipas metodologjisë së re të zgjerimit, edhe nëse ne do të ishim gati për të mbyllur kapitujt edhe muaj më përpara, kushti ishte që në radhë të parë duhet të miratojë ai që thatë dhe juve, pra raporti i Bar. Raporti i Bar nuk është gjë tjetër veçse një raport vlerësim, monitorimi që i është bërë kritereve të ndërmjetme të vendosura për kapitullin 23 dhe kapitullin 24. Pra të vetmet kapitull nga 33 kapitull që ne kemi hapur tashmë me Bashkimin Evropian, të cilët u vendosën edhe kriteret të ndërmjetme. Pra çështje që u panë edhe para meje, pra çështje që lidhet me krim organizuar, me luftën kundër korrupsionit, me drejtësinë, me të drejtat e njerëzit, apo edhe me trafikimin, apo edhe me çështje të tjera që futen si tek 23-shi, ashtu edhe tek 24-a. Kështu që sot
konferenca e 8 ndërqeveritare ka element të rëndësishëm se së pari ne do njihemi tashmë kush janë kriteret mbyllëse për këto dy kapituj, pra për 23-24 do të prezantohet pozicioni negociues i Bashkimit Evropian për këto dy kapituj. Ka qarkulluar në media këtë kohë të fundit një draft i tillë, por ne sot do ta shikojmë atë zyrtarin dhe formalin dhe konkretisht dhe është dhe e rëndësishme për të parë dhe për të bërë një krahasim se si janë përkthyer tashmë kriteret e ndërmjetme në kritere përmbyllëse, pra si ka qenë edhe progresi i bërë. Ndërkohë që për sa i përket i barit dhe pse është diskutuar shumë këto 4 muaj të fundit, fatkeqësisht mund të themi që nuk ka një dokument final apo zyrtar të publikuar që ne dhe mund ta shikonim dhe të kuptonim dhe se si është bërë vlerësim dhe si është bërë raportimi nga ana e institucioneve shqiptare për këtë çështje. Po vetë miratimi i këtij raporti nuk tregon vetë miratimi është shumë pozitiv, po sigurisht sepse vetë metodologjia parashikon që për kapitull 23 dhe 24, pra do të jenë kapitull që do e përcaktojnë gjithë procesin, mund të bëhet edhe ndalim, por mund të bëhet edhe kthim mbrapa. Dhe ne nuk e kishim as ndalimin, as kthimin mbrapa. Që do të thotë përdorimi që pati raporti i BAR në këtë politikën tonë të brendshme, që jam e bindur që e ke ndjekur, ku u fol për bllokim negociatash, nuk qëndron me faktin se tani më ai është miratuar. Në momentin që ndodhi miratimi, sigurisht e kemi monitoruar me shumë përpikmëri. Elementi tjetër është që mënyra se si po bëhen negociata dhe metodologjia për ne nuk kemi një vend tjetër që mund ta krahasojmë, që mund të themi i bari për X vend kërkoi kaq kohë apo elemente të tjera, pra është një gjë e re, le të themi edhe për Bashkimin Evropian. Sigurisht nga ana tjetër duhet kuptuar që dhe vendimarrja e institucionit të Këshillit është e komplikuar, pra bëhet fjalë për 27 shtete, për 27 përfaqësues, të cilët duhet të binden. Dhe fakti që ka pasur diskutime, fakti që ka pasur kërkesa për më shumë informacion apo për sqarime nga ana e këtyre shteteve për vendin tonë apo për komisionin, nuk detyrimisht duhet parë si diçka negative. Mund të shihet dhe si një mënyrë për të kuptuar më mirë se si duhet të raportohet apo si duhet të dhënie vëmendje pikërisht për çështje që secili shtet mund të ketë interesin e tij. Pra është përfolur për shembull që Hollanda, Gjermania kanë qenë ato vende që kanë kërkuar më shumë standard për sa i përket track recordit në luftën kundër krimit të organizuar apo luftës kundër korrupsionit, por mund kemi pasur dhe vende si Greqia që mund të kenë pasur probleme në lidhje me minoritetet, pra me të drejtat e minoriteteve. Prandaj dhe vendimarrja në BE është e tillë. Pra nga një anë kemi komisionin, institucionin që mban prioritetet e Bashkimit Evropian dhe duhet thënë që deri më tani ka bërë një shtytje shumë pozitive procesit të integrimit si për Shqipërinë, Malinezi dhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe Këshilli që janë 27 shtete që prevalojnë interesat e tyre për te interesit thjesht evropian, le të themi. Po fakti që u miratua, pra nga Koela shkoi direkt tek ambasadorët e Korepërit dhe aty u miratua me një herë dhe u vendos data e konferencës dhe duhet thënë që u vendos edhe shumë shpejt dhe duhet thënë që është një element pozitiv dhe i presidencës së Kipros, pra Kipro e mbyll presidencën e saj në fund të qershorit, ndërkohë që krijon dhe realizon këtë konferencë qeveritare me Shqipërinë që jo vetëm ne na prezantohen kriteret mbyllëse për 23-24 në tani të gjithë kapitujt mund t'i mbyllim provizorisht, por hapet rruga për të mbyllur ato kapituj që siç është diskutuar edhe nga zonja Dhuka, por edhe nga zoti Rama, ne jemi gati për të mbyllur, por le të themi ishim penguar deri tani, jo bllokuar, preferoj të them penguar ose vonuar ose marr kohën e dur dhe është shumë pozitive që monitorimi po bëhet me rigorozitet dhe Bashkimi Evropian është serioz dhe e shikon gjithë procesin në këtë mënyrë dhe jo të pastaj të kemi pikpyetje kur të futemi dhe themi nuk ishim gati, u futëm pa u përgatitur dhe elemente të tjera. Kështu që më mirë të vonojmë para se sa të bëjmë një hyrje në Bashkimin Evropian, sigurisht për të arritur standardin dhe për ta pasur tonin atë standard dhe jo thjesht në faktin që po na monitorojnë dhe po na i kërkojnë. Çfarë presim të ndodh sot? Sot presim pikërisht që të kemi takimi me delegacionin shqiptar, besoj do të jetë ministri i drejtësisë dhe ministri i brendshëm që janë negociatorët, zëvendës ministrat e këtyre ministrive janë negociatorët për kapitullin 23-24, sigurisht do të jetë grupi negociator, zoti Rama që është dhe kryeministri, pasi edhe takimi është në nivel pra ndërqeveritar dhe përfaqësuesi nga ana e komisionit ashtu edhe nga vendet anëtare ku do të prezantohet pozicioni negociues i vendeve të Bashkimit Evropian për 23-24, është përfshirë dhe kriteri ekonomik. Aty është një nga kriteret e Kopenhagen që gjithashtu monitorohet dhe do të shikojmë nxjerrjen e kritereve përmbyllëse. Dhe kjo do të jetë delegacioni sot, edhe kryeministri Edi Rama kthehen mund të themi me detyra shtëpie. Detyra shtëpie shumë të rëndësishme dhe themelore që lidhet me këto dy kapituj. Ndërkohë, edhe
edhe pse ne kemi qenë në pritje të IBA-i, nuk do të thotë që s'ka vazhduar puna për të mbyllur kriteret përmbyllëse për kapitujt e tjerë. Dhe kjo do të thotë që mbase shteti shqiptar shumë shpejt mund të kërkojë nga ana e bashkë me Komisionin Evropian zhvillimin e konferencave të tjera ndërqeveritare për mbylljen e kapitujve. Pasi tani kështu do kemi shumë konferenca ndërqeveritare ku do mbyllim 1, 2 ose 3 kapituj. Nëse i hapëm në grup, tani mbyllen individualisht ose edhe mund të bashkohen nëse përgatitja ka qenë e njëjtë dhe mund të jemi gati për të mbyllur. Dhe sot, në fakt, mendohet që kapitujt e parë që mund mbyllen mund të jenë kapitulli 25-26 që lidhen me shkencën, me arsimin, me rinin, apo edhe kapitulli 30 që lidhen me marrëdhëniet me jashtë, por kemi një përgatitje shumë të mirë edhe me kapitull që lidhen me taksat, me pronësinë industriale, me bizneset, me sipërmarrjet. Pra janë disa kapitull ekonomik, jo shumë teknik, por që mund të jenë të parët që mund të mbyllen dhe tashmë me të drejtë mund të themi që kemi në procesin ku fillon numërimi mbrapsht. Tani nga 33 sa kapituj në mbeten, sigurisht kemi dhe kapituj sfidues, po puna dhe investimet dhe gjithë procesi është shumë herë më ndërlikuar, kjo përkthyer edhe nga fakti që ka shumë legjislacion që duhet jo vetëm të hartohet dhe të bëhet i njëjtë, por duhet edhe kuptuar edhe zbatuar siç janë kapitujt e mjedisit, kapitujt e sigurisë ushqimore, të bujqësisë apo edhe 4 liritë e tregut që duhet thënë futja në BE radh parë është futja në tregun e vetëm dhe sigurisht aty standardet dhe kriteret vazhdojnë të jenë shumë të rëndësishme, jo drejt për drejt për qeverinë, po për sektorin privat dhe për gjithë grupet e tjera të interesit që do duhet që të përgatiten dhe të jenë në nivelin e duhur që realisht ai produkti kur prodhohet në Shqipëri të jetë vërtet produkt evropian dhe të ta kalojë të themi çështja e bizneseve që do të jetë sfidë më vete sigurisht. Nirvana, priten sot nota pozitive ose komente për gjithë këtë proces? Sigurisht do shikojmë deklaratën, konferenca parashikohet në orën 8 të darkës, do të jetë kryeministri Rama, do të jetë zonja Kos, do të jetë edhe ministrja e Kipros, ministra për çështjet e Europës, e cilët do të mbajnë deklaratat e tyre. Sigurisht besoj që do të ketë elemente pozitive, pasi është një hap pozitiv jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Bashkimin Evropian, që tashmë bashkë me Malinezi ne jemi të vetmet vendet të Ballkanit Perëndimor që i kemi hapur të gjitha kapitujt, por që mund të fillojmë edhe mbylljen e tyre. Malezia e ka bërë tashmë, Serbia nuk e ka bërë akoma, besoj që ne jemi në momentin e duhur që mund t'ja kalojmë Serbisë në këtë pikë dhe mund të fillojmë me mbylljen e kapitujve dhe të jemi kështu le të themi bashkë me Malinezi në pararoj të procesit. Normalisht do të ketë edhe këshilla, rekomandime apo elemente të cilat mund të jenë me interes. Është interesante edhe pjesa e pyetjeve dhe përgjigjeve me gazetarët përpara se kush do të jenë edhe elemente që do diskutohet. Shumë me interes do të ishte të shikonim edhe gjuhën që do të jetë përdorur në pozicionin negociuar. Sigurisht BE-ja është gjithmonë diplomate, është gjithmonë dedikuar dhe teknokrate dhe burokrate, por ato që ka vërtet problem i shpreh në gjuhën e saj, të cilët kush do t'i kuptoj, i lexon edhe i merr mesazhet që këto gjëra janë për të realizuar. Nuk është se nuk ka zhvillime, ne kemi parë dhe me raportin e progresit që doli në nëntor që pati zhvillime pozitive, sidomos për kapitullin 24, sidomos për luftën kundër krimit organizuar, por edhe me funksionimin e institucioneve gjyqësore, por ka edhe elemente që janë problematike dhe një element që e shohim dhe është problematike mbetet sidomos elementi politik dhe puna e parlamentit dhe polariteti i madh që shpesh herë ka sjell probleme dhe ndonjëherë bën që edhe BE-ja të ketë disa note kritike për sa i përket më shumë politikës se sa institucioneve që duhet thënë nga aspekti teknik kanë bërë një punë që nga me fillimi i procesit screening po bën një punë kolosale, një ushtrim shumë i vështirë, një ushtrim që ti nuk din asgjë të kërkojnë të raportosh, por ti nuk ke një metodologji, ti nuk ke një shembull për të marrë apo për ta bërë këtë gjë, por ndërkohë duhet thënë që edhe Komisioni Evropian ka qenë gjithmonë aty dhe duhet thënë që është ai interlokutori ndërmjet vendit kandidat dhe shteteve anëtare dhe gjithmonë duke mbajtur le të themi këtë mbështetjen dhe këtë pozitivitetin që vendi po punon dhe po i bën reforma. Sigurisht Komisioni vetëm mund të propozojë dhe rekomandojë, nuk ka vendimarrje, kështu që në fund mbetet në dorë të 27 shteteve për të vendosur edhe për të miratuar këto vendime. Nirvana, ti ke shumë vite që ndjek gjithë procesin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe unë e di këtë. Çfarë po ndodh së fundmi? Është ky momenti kulminant, si e vlerëson në eksperiencën tënde të gjithë këtë proces dhe pritet ajo 2030 e madhe që është premtuar nga gjitha palët?
Nuk është më e pamundur, për mendimin tim, normalisht proceset janë të paparashikuara, kemi parë her pas here që disa vende që kanë qenë më mirë se ne kanë mbetur në prapavi, kemi parë vende që kanë pasur një hovë dhe kanë ecur shumë shpejt me procesin. Duhet të thënë që Shqipëria me hapjen e gjithë grup kapitujve dhe kapitujve ka qenë rast i veçantë, i ka bërë ato për thuajse një vit, nuk ishte ndodhur më parë, duke mbarë parasysh që kemi pasur një metodologji të re, ndarje në grupe që u mendua që do bëhe më e vështirë pra ky grupimi në kapituj, ndërkohë që Malizi dhe Serbia i kanë hapur në mënyrë individuale, ndërkohë që ne kishim kushtet kriteret hapse për 23-24, pastaj fillimin e hapit të grup kapitujve, kështu që duhet thënë që ka dhe një shtysë dhe shohim që ka një prioritet nga ana e Bashkimit Evropian, është një momentum që besoj nuk duhet ta humbasim sepse nuk i dihet më pas se si mund vazhdojnë gjërat dhe a do jetë më prioritet integrimi dhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Për sa kohë që për Komisionin Evropian, për zonjën von der Leyen, integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE mbetet një nga prioritetet strategjike, është një moment që duhet shfrytzuar. Sigurisht mund të ketë gjëra që nuk mund të parashikohen, por ajo çfarë unë vlerësoj është që ky është një proces që nuk ka për të ndalur dhe është një proces që neve vetëm do na rrisi standardet dhe do na rrisi, le të themi, gjithë themelet e një shteti funksional, demokratik dhe me mirëqeverisje dhe me respektim të drejtave të njerëzit. Kështu që besoj që edhe për kaq është pozitive. Edhe për kaq është pozitive në fund të ditës, ajo çfarë mendoj është që në qoftë se ne tani fillojmë mbyllim kapitujt, normalisht, siç e tha dhe juve, qeveria ka bërë një plan se cilët kapituj do mbyllen, një plan edhe në si kalendar për të parashikuar që brenda këtij viti duhet mbyllur të paktën gjysma, 12-13 prej tyre dhe pjesa tjetër pastaj të jetë për vitin tjetër. Sigurisht puna është shumë e madhe, është parashikuar që rreth 400 ligje të reja apo ligje që duhet të përditësohen janë parashikuar, pra dhe procesi i hartimit, procesi i votimit, këtu ka një rol të rëndësishëm edhe parlamenti, gjithashtu që të mos vonoj në vendimarrje dhe në marrjen marrjes së vendimit për të miratuar këto ligje, por është shumë e rëndësishme që dhe ne si aktor, juve si media, ne si aktor shoqërisë civile, grupet të interesit, biznesi apo dhe qytetarët të informohen se si po bëhen këto ligje dhe kush do të jenë impaktet e tyre që të jemi të përgatitur që me futjen në BE nuk do na vinë vetëm investime, nuk do na vinë vetëm fonde, nuk do na vinë vetëm rritje standardesh, por do na kërkohen edhe disa elemente që ata që nuk do të kenë mundësi që t'i realizojnë normalisht do të kenë edhe kosto të shpresojmë sa më të vogla, pra ato kosto janë, pra quhen kostot e integrimit dhe është mos e kuptueshme që do të ketë dhe çështje të tilla. Por sa më shumë të informohemi, aq më shumë ndërgjegjësohemi për procesin dhe aq më shumë përgatitemi se çfarë kërkohet nga ne dhe të mos jemi thjesht në pritje që do na vinë këto të mira. Pra, është shpreha që thotë që kur të futesh në BE nuk ke më nevojë për BE, sepse ti e ke arritur BE në shtëpi dhe besoj që gjithë ky proces dhe ky monitorim që na vjen nga komisioni dhe nga institucionet e tjera të BE-s çrbej pikërisht për këtë, që ne të kemi gjithë ato standarde dhe gjithë ato elemente që i ndërrojmë tek BE-ja, por që mund t'i kemi edhe në Shqipëri në kuadër edhe të procesit. Faleminderit shumë Nirvana që isha me mua sot. Faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Kënaqësia ime. Sa ka që çështja e pronave është një nga kapitujt më të vështirë në këtë proces, për më shumë se 30 vite pronësia ka mbetur problematik, ndërsa kryeministri Rama thotë se ne në shumë raste çështjen e kanë rënduar dhe vendimet e padrejta të gjykatave. Shefi i qeverisë thotë se një reformë e pritshme në kadastër do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjes së pronave. Procesi negociatave ka kapituj të vështirë, por edhe shumë të vështirë. Te kjo e fundit futet dhe pronësia në vendin tonë. Shteti Evropian ndërtohet me këtë dhe me atë, por është realisht një ushtrim i vështirë. Është pjesa më e vështirë e procesit të negociatave dhe procesit tonë për ndërtimin e shtetit. Por besoj se pak nga pak, por me siguri, po e rregullojmë situatën edhe me digitalizimin e plot që tashmë është thuajse në përfundim. Në tryezën rajonale që titullohej nga pronat e progresi, Rama ju referua të gjithë historisë të titujve të pronësisë që pas vitit 1990, që krijoi disa shtresa duke vendosur të drejtën e pronës në një atrysni të madhe dhe zgjedhja kërkon kompromise, tha Rama. Ajo që ndodhi me arkivin në vitet 90 ishte katastrofe vërtet, kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjidhësh dhe të zbërthesh të gjithë këtë është sfidë dhe vështirësi e vërtet që ka të bëjë me kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjendet, le të themi, një pastërti e plot. Në problem ndikuan dhe gjykatat, siç tha kryeministri.
Nuk besoj se ka një vend tjetër ku mund të gjesh vendime gjykate që i japin ankimuesit më shumë se sa kërkon. Mund të imagjinoni dikë që shkon të kërkoj, le të themi 5 hektar dhe merr 200 hektar nga vendimi që ka dhe kjo është e qartë pse dhe si. Mendimin e Bashkimit Evropian, qeveria po kërkon zgjidhje mes të cilave është dhe një reformë në kadastër. Së shpejti do të kemi edhe reformën e agjencisë, do të sjellë më shumë detyra në një ombrell, në një çatile të themi, sepse të pasuritë e agjensive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjensitë që shkojnë në drejtime përkatëse ka krijuar më tepër konfuzion dhe ka sjellë më tepër telashe. Tani besoj se kemi një ide të qartë dhe të mirë se si ta formsojmë administratën e pasurive të palueshme nga A-ja tek Z-ja, me bashkimin e një sër agjensive në një. Zhvillimet në Partinë Demokratike vjojnë të ndeshen me indiferencën e shqiptarëve. Java politike e Berishës kishte 2 ditë kalendarike, 5 vjetorin e non gratës dhe rizgjedhjen e vetmuar në krye të partijës. Por më shumë se 75% të anketuarve në sondazhin javor të ABZ News thonë se janë indiferent ndaj Berishës dhe asaj që ndodh në Partinë Demokratike. Berisha ngar me veten u rizjodh, por kush e beson? Sondazhi i zëri shqiptarëve në ABZ News i rezultoi se 75% e tyre nuk kanë asnjë interes se çfarë ndodhi të shtunën me referendumin e Partisë Demokratike, por çereku tjetër, shumica prej të cilëve demokrat, referendumi i Berishës i ka ndarë. 16% thanë se kryetari i Partisë Demokratike duhet të jetë vetëm doktori, kurse 9% të tjerë mendojnë të kundërtën. Rizgjedhja e doktorit në garë me veten është vdekja e demokracisë në Partinë Demokratike. Kur kanë kaluar 5 vite nga non grata e Berishës, arsyeja kryesore pse ai u rikthye dhe mori drejtimin e Partisë Demokratike, po shumica dërmuese e shqiptarëve nuk kanë asnjë interes se çfarë ndodh me të. Megjithatë, tek demokratët mbi 18% janë të bindur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe gabuan që e shpallën non grata doktorin, kurse 6% e konsiderojnë ende goditje të rëndë për Partinë Demokratike, por e pranojnë se s'ka kryetar tjetër veç Berishës. Javën e kaluar, Shqipëria mori një lajm tjetër të mirë nga Brukseli. Miratimi i Bar dhe qëndrimi të ndërmjetëm i hap rrugë mbylljes së grup kapitujve të negociatave. Për 46.8% të shqiptarëve, i Bar ishte thjesht një raport teknik që pritej të miratojë, por mori rëndësi dhe u fry kot nga akuzat e përditshme të opozitës. 29.5% të tjerë janë po kaq të sigurt se miratimi i Bar është gjë e duhur dhe integrimi nuk ndalet, kurse vetëm 23.7% demokrat besojnë se i Bar u miratua fal opozitës, dhe pse ishte opozita që prej muajit të shkurt akuzonte se i Bar ishte penguar, bllokuar apo anuluar. Ndërkohë, një aktivist shqiptar, Baki Goxhaj, pro Gazës, u deportua nga Izraeli pasi u kap në det me anije mendima. Pjesa më e madhe e shqiptarëve, 45% mendojnë se s'duhet të përzihen në atë konflikt, sepse Shqipëria ka marrëdhënie të mira si me Izraelin si me Gazën. 40% të tjerë janë kundër keqtrajtimit të aktivistit shqiptar, por edhe të tjerë që kanë tentuar të japin ndihmën e tyre për palestinezët në Gaza. Rreth 15% mbeten indiferent. Po në një javë, Rama ja arriti të fitoj bastin për integrimin dhe Partia Socialiste rritet në mbështetje 47%, 5 pikë më pak se 11 maj viti 2025, nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Partia Demokratike nga ana tjetër, java e referendumit me rikonfirmimin e Berishës e rrit në 23%, por 23 maj për doktorin duket më tepër si fillimi i fundit. E vetmja që ra gjatë kësaj jave ishte mbështetja për një parti të re që s'po lindende, Koaiken, dhe bashkë me të dhe durimi shqiptarve, që shpresojnë ende në mas 30%. Presidenti Bajram Bekaj është pritur në një audiencë zyrtare në Vatikan nga Papa Leoni XIV, ku diskutua për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, procesin e integrimit, si dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Gjatë takimit, kreu i shtetit ftoi Papën të zhvillojë një vizitë zyrtare në vendin tonë.
Presidenti Bajram Begaj zhvilloi të hënën një vizitë zyrtare në Vatikan, aty u prit në një audiencë nga Papa Leoni XIV në Pallatin Apostolik, me të cilin zhvilloi një bisedë të përzemërt. Në këtë takim, siç njofton presidenca, u vu në dukje marrëdhëniet e shkëlqyera me Selinë e Shenjtë, procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon. Gjatë bisedës një vëmendje të veçantë u kushtua besimit, persekutimit të klerikëve dhe besimtarëve të krishterë në periudhën e komunizmit në Shqipëri. Shqipëria ka vuajtur në mënyrë të tmerrshme nga ndalimi i besimit gjatë regjimit komunist, ka thënë Begaj. Kreu i shtetit vjoj se në atë periudhë, por edhe në shekuj më të hershëm, shqiptarët e kanë ruajtur në shpirt besimin në Zot dhe kanë ushtruar atë duke rezistuar me qëndres deri në martirizim. Më pas, presidenti Begaj ftoi Papa Leonin e 14 për të zhvilluar një vizitë në Shqipëri. Begaj zhvilloi gjithashtu një takim me kardinalin Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, ku diskutuan zhvillime ndërkombëtare me vëmendje të veçantë për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, presidenca thotë se në këtë takim u diskutua edhe për Kosovën dhe zgjidhje ndërmjet dialogut dhe bashkëpunimit të çështjeve të hapura në rajon, si dhe rëndësinë e integrimit në BE të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në prag të festës së Kurban Bajramit, kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu përcolli një mesazh paqeje dhe solidariteti për të gjithë shqiptarët. Ai theksoi se kjo festë simbolizon sakrificën, dashurinë dhe kujdesin për familjet, ndërsa apeloi për më shumë dialog dhe bashkim në një kohë sfidash dhe konfliktesh në botë. Kjo festë na fton të reflektojmë më shumë për njëri tjetrin, të jemi më pranë familjeve tona, më pranë të moshuarve, njerëzve në nevojë, jetimve dhe çdo zemër që ka nevojë për mbështetje e shpresë. Kurbani nuk është vetëm një ritual fetar, ai është një akt solidariteti, ndarjeje dhe kujdesi për tjetrin. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta, konflikte, pasiguri dhe vështirësi sociale, mesazhi i Kurban Bajramit merr një rëndësi edhe më të madhe. Kemi nevojë më shumë se kurrë për mirëkuptim, dialog, respekt dhe bashkim mes njerëzve. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë dashuri, më shumë drejtësi dhe më shumë shpresë. Shqipëria është një vend që krenarisht ka ruajtur harmoninë ndërfetare dhe respektin reciprok mes besimeve. Kjo është një vlerë e çmuar që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë çdo ditë. Festa të tilla na kujtojnë se besimi duhet të jetë gjithmonë një burim paqeje, qytetarie dhe shërbimi ndaj të mirës së përbashkët. Në këtë ditë të shenjtë, lutim Zotin e gjithësisë që të pranojë adhurimet, lutjet dhe kurbanet e besimtarëve, të sjellë paqe në zemrat tona, begati në familjet dhe mëshirë për mbar njerëzimin. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përdiqësuara minut pas minuta nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërë është dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.